Prioriteti ynë i parë është demokratizimi i komunës, kthimi i komunës qytetarëve të Malishevës. Ne kemi marrur kandidaturën nga AKE dhe duhet të falenderoj gjithë ekipin, kandidatët e cilët janë të mrekullueshëm për listën asamblezë dhe kemi hartuar një program ku i kemi paraqitur disa prioritete tona. Prioriteti ynë i parë është demokratizimi i komunës, kthimi i komunës qytetarëve të Malishevës, që punëtorët që punojnë ato pa dallim, punojnë lirshëm dhe të punojnë brenda detyra dhe përgjegjësive që i kanë. Në një, në dy, kjo është si vizion, menaxhimi, planifikimi, realizimi dhe kontrollimi i buxhetit komunal, sepse aty fillon edhe bëron gjithçka. Mandena janë disa prioritete tjera si objektiva, të cilat në Malishevë kemi vështirësi të mëdha qytetarët, siç është uji, është rryma, është infrastruktura, është shërbime publike, pra kanalizimet, është gjendja në arsim, është gjendja jo e mirë në strukturën e ndërtimit brenda qytetit të Malishevës për shkak të mungesës së zonave zonale dhe për shkak të planifikimeve të mirëfillta me një bazë ligjore të ndërtimit që të cilat po ndërtohen vazhdimisht. Kemi të bëjmë me gjendjen e farmerëve jo të mirë dhe mungesë të mbështetjes komunale, po ashtu është gjendja rinisë, rujtja hapësira publike e cila për çdo ditë po zvogëlohet, investimet e cilat në këtë mandat fatkeqësisht janë koncentruar në masë të madhe, kjo nuk do të ndodhë me dhjetra ose të gjitha fshatrat e komunës Malishevës kanë përjetuar një tmerr financiar dhe të isha gjatë kësaj qeverisje. Pra këto janë objektiva dhe premtimet tona të cilat nuk do t'i përsërisim ose ato që kanë ndodhur si jo të mira ose të këqija, por ne do të kujdesemi shumë, fillimisht që planifikimi buxhetor të bëhet në interesin e qytetarëve dhe në interesin e institucioneve komunale. Faleminderit.